Përshëndetje miq. Para se të fillojmë këtë histori të pabesueshme, ju lutem lini një koment më poshtë dhe më tregoni, a keni pasur ndonjëherë ndjenjen se jeni të huaj në vendin tuaj? A e dini se si ndihet kur askush nuk ju njeh më në vendlindjen tuaj? Shkruani përvojat tuaja në komente, dua t'i dëgjoj historitë tuaja. Dhe mos harroni të shtypni butonin e pajtimit dhe të aktivizoni këmbanën për të mos humbur historitë e tjera emocionale që do të ndaj me ju. Tani, le të fillojmë. Kur Dritoni mbushi 54 vjeç në pranverën e vitit 2025, ai mori vendimin më të vështirë të jetës së tij. Pas 26 vitesh jetë në një vend të huaj, pas 26 vitesh largësie dhe heshtjeje, pas 26 vitesh kujtimesh që e mundnin çdo natë, ai vendosi të kthehej atje ku kishte filluar gjithçka, në Kosovë. Ishte një mëngjes i ftohtë marsi në Oslo, kur Dritani u zgjua me vendimin e prerë në zemër. Dielli skandinav sapo po ngrinte kokën mbi horizontin e qytetit të qetë norvegjez, ku kishte jetuar për më shumë se gjysmën e jetës së tij. Ky qytet i kishte dhënë siguri, stabilitet, një jetë të qetë, por asnjëherë nuk ja kishte dhënë atë që zemra e tij kërkonte më shumë se gjithçka tjetër: ndjesinë e shtëpisë, ndjenjen e përkatësisë, shijen e tokës ku kishte lindur. Dritani u ul në kuzhinën e vogël të apartamentit të tij në Grünerløkka, një lagje e gjallë dhe shumë gjyshe e Oslos. Dora e tij e rrudhur mbante një filxhan çaji të ngrohtë, ndërsa syt i shkonin tek dritarja që shikonte drejt rrugës së mbushur me biçikleta dhe njerëz që nxitonin në punë. Gjithçka ishte aq e organizuar, aq e parashikueshme, aq norvegjeze. Por Dritani nuk ishte më ai fëmia 28 vjeçar që kishte mbërritur në këtë vend në vitin 1999, i trembur dhe i traumatizuar nga lufta. Tani ai ishte një burr i moshuar, me flokë të thinjur dhe me zemër plot pyetje pa përgjigje. Vendimi për t'u kthyer nuk erdhi papritmas. Në të vërtetë, ai kishte qenë duke u pjekur në brendësi të tij për vite me radhë. Çdo dimër norvegjez që kalonte, çdo fest kombëtare që shihte në lajme për Kosovën, çdo foto e vjetër që gjente rastësisht në kutitë e kartonit që mbante në bodrum, e bënte të ndjente një dhimbje të thellë në kraharor. Dhimbjen e atij që ka humbur diçka të paçmueshme dhe nuk e di nëse do ta gjejë ndonjëherë më. Por çfarë e shtyu më në fund ta merrte këtë vendim pikrisht tani, në këtë mëngjes marsi të vitit 2025? 2 net më parë, Dritani kishte parë një ëndër. Në atë ëndër, ai ishte fëmijë sërish, duke vrapuar në përfushat e gjelbra pranë fshatit të tij në Kosovë. Ajri ishte i pastër dhe i lehtë, dielli i verës lëshonte rreze të ngrohta mbi fytyrën e tij, dhe në largësi mund të dëgjonte zërin e nënës së tij duke e thirrur për drek. Kur u zgjua nga ajo ëndër, faqet i ishin lagushta nga lotët. E kuptoi atëherë se sa shumë i mëmgonte vendlindja e tij, sa shumë donte të mbyllte syt dhe të ndjente përsëri atë ndjesi sigurie dhe dashurie që kishte si fëmijë. Por kishte edhe diçka tjetër që e shtyu. Disa javë më parë, duke shfletuar në internet, kishte fatur një grup në Facebook që quhej Kujtime nga Kosova e vjetër. Aty, njerëz nga i gjithë botërish ndanin foto të vjetra, tregime nga e kaluara, kërkime për të afërmit të humbur. Një ditë, dikush kishte postuar një foto nga fshati i Dritanit, e bërë në vitin 1997, 2 vite para luftës. Dritani kishte parë atë foto dhe kishte qarë pa u ndalur për orë të tëra. Aty, në atë foto, shihesin fytyra që ai kujtonte vagërisht, fqinj, miq të familjes, njerëz me të cilët kishte ndarë jetën përpara se gjithçka të shpërthente në kaos. Në atë moment, ai e kuptoi se duhej të kthehej, jo për të gjetur një jetë më të mirë. Atë tashmë e kishte në Norvegji, jo për të gjetur punë apo stabilitet ekonomik. Ai ishte pensionist me një pension të mirë që e lejonte të jetonte komod. Jo, ai duhej të kthehej për të gjetur veten e tij, për të gjetur copat e identitetit të tij që kishin mbetur të shpërndara në atë tokë të largët. Por Dritani e dinte se kthimi nuk do të ishte i lehtë. Ai e dinte se 26 vite ishin shumë kohë e gjatë. Njerëzit ndryshojnë, vendet ndryshojnë, madje edhe fjala shtëpi merr kuptime të reja me kalimin e kohës. A do ta njohin njerëzit? A do të kishte mbetur ndonjë që e kujtonte? A do të gjente ndonjë gjurmë të familjes së tij të gjerë që ishin të shpërndara nga lufta si gjethet në erë? Ai e dinte gjithashtu se familja e tij ngat, gruaja dhe 2 fëmijët e rritur, nuk do të vinin me të. Ata kishin ndërtuar jetën e tyre në Norvegji. Fëmijët e tij, Arta dhe Behari, ishin rritur atje,
kishin mbaruar shkollat norvegjeze, kishin mësuar gjuhën perfekte, kishin miq norvegjez, kishin karriera të suksesshme. Kosova për ta ishte vetëm një vend për pushime verore her pas here, një vend ku prindrit e tyre vinin dhe ku flisnin gjuhë shqipe në shtëpi, por nuk ishte shtëpia e tyre. Shtëpia e tyre ishte Norvegjia. Gruaja e Dritanit, Luiza, e kishte mbështetur vendimin e tij me gjithë rezerva. Nëse kjo është ajo që duhet të bësh për të gjetur paqe, atëherë shko, i kishte thënë ajo, duke e mbajtur dorën, por premto se do të telefonosh çdo ditë, dhe nëse nuk të shkon mirë, kthehu menjëherë. Kjo është shtëpia jote tani, Dritani. Ne jemi familja jote, mos e harro në këtë kurrë. Dritani e dinte se Luiza kishte të drejtë, por ai e dinte gjithashtu se kishte diçka të pambyllur në jetën e tij, një kapitull që kishte mbetur në mes, një histori që duhej të lexohej deri në fund. Kështu që në atë mëngjes marsi, ai filloi të planifikonte. Bleu një bilet me një drejtim për Prishtinë. Filloi të mblidhte gjërat e tij, jo shumë, vetëm gjërat thelbësore. Disa rroba, disa libra që kishte ruajtur me kujdes për vite me radhë dhe një fletore të vjetër, të verdhur nga koha, ku kishte shkruar diarin e tij gjatë ditëve të para në Norvegji, ditë plot frikë, pikëllim dhe shpresë. Ndërsa paketonte, mendimi i tij shkonte her pas here tek ajo natë e fundit në Kosovë, nata e 25 të marsit të 1999. Dritani ishte 28 vjeçar atëherë, i martuar prej 2 vitesh me Luizën dhe jetonin në një shtëpi të vogël në një fshat pranë Gakovës. Jeta ishte e vështirë, tensionet politike kishin filluar të ngrinten dhe në ajër ndihej aroma e rrezikut, por Dritani ishte optimist. Ai mendonte se gjërat do të zgjidheshin, se njerëzit me mend të shëndetshëm do të triumfonin, se jeta do të vazhdonte siç ishte gjithmonë. Por ajo natë i vërtetoi se sa gabim ishte qenë. Rreth orës 10:30 të mbrëmjes, Dritani dhe Luiza po ulën të hanin darkë të vonë. Kishin qenë duke punuar gjatë gjithë ditës, ai në fushë, ajo në shtëpi duke gatuar dhe duke qepur. Ishin të lodhur, por të lumtur, duke planifikuar të ardhmen e tyre të vogël së bashku. Pastaj, dëgjuan zhurmën e parë. Ishte një shpërthim i largët, aq i largët sa në fillim menduan se mund të ishte vetëm një bubullim, por pastaj erdhi një tjetër, dhe një tjetër. Dhe pastaj dëgjuan zëra që bërtitnin në distancë dhe tingullin e mjeteve që lëviznin me shpejtësi në rrugët e errta të fshatit. Dritani u ngrit menjëherë. Zemra i rrahte me forcë. Luiza, mblidh çfarëdo që mund të marrësh. Duhet të ikim. Tani. Nuk ishte kohë për pyetje. Luiza e kuptoi menjëherë nga toni i zërit të tij. Ajo filloi të mblidhte disa gjëra në një çantë të vogël. Pak rroba, pak ushqim, pak para që kishin fshehur nën dysheme. Dritani doli jashtë të shihte se çfarë po ndodhte. Qielli në jug ishte i kuq nga zjarri, shtëpi po digjnin, në ajër dëgjoheshin britma, të shtëna, kaos. Fshati i tyre nuk ishte goditur ende, por ishte vetëm çështje kohe. Dritani vrapoi përbrenda. Duhet të shkojmë në male, tani. Ata dolën nga shtëpia e tyre duke lënë pas gjithçka që kishin ndërtuar, mobiljet që kishin bler me kursime, enët që kishin trashëguar nga prindrit, fotot që kishin në mure, librat, ëndrat, jetën. Bashkë me fqinjet e tyre, filluan të ecnin drejt maleve. Ishin 10 familje, të gjithë me të njëjtin panik në sy, të gjithë me të njëjtën pyetje: ku do të shkojmë? Si do të mbijetojmë? Ajo natë ishte më e gjata e jetës së Dritanit. Ecën në përshtegut e errta, duke u rrëzuar, duke u ngritur, duke ndihmuar të moshuarit që nuk mund të ecnin shpejt, duke mbajtur fëmijët që qanin. Luiza ecte pranë tij, dora e saj e ftohtë në dorën e tij, por nuk ankohej kurrë. Kur arriti agimi, ata ishin në një vend strehim të përkohshëm në mal, një kasolle braktisur ku kishin gjetur strehim me 10 familje të tjera. Ishin të ftohur, të uritur, të trembur, por ishin gjallë. Ditët që pasuan ishin një ëndër e keqe. Ushqimi mbaroi shpejt, uji ishte i pakët, fëmijët qanin nga uria dhe i ftohti, të moshuarit filluan të sëmuren, dhe çdo ditë lajme të tërmerrshme arrinin nga fshatrat përreth. Djegje, vrasje, zhdukje. Dritani e dinte se nuk mund të qëndronin atje përgjithmonë. Duhet të gjenin me një mënyrë për të dalë nga Kosova, për të shkuar diku ku do të ishin të sigurt. Pas 2 javësh në mal, një fqinj erdhi me lajme. Organizata ndërkombëtare po ndihmon refugjatët të largohen nga Kosova. Ka kampe në Maqedoni, ka autobuza që po të çonin atje, por duhet të shkonim shpejt.
Dritani dhe Luiza morën vendimin. Do të largohen, do të shkojnë kudo që do t'i pranonte, do të bënin çfarë do nevojitet për të mbijetuar. Udhtimi drejt kufirit ishte i tërmerrshëm. Qindra njerëz ecinin së bashku, duke formuar një kolon të gjatë refugjatësh. Shumë prej tyre ishin të plagosur, shumë kishin humbur të afërmit. Të gjithë kishin të njëjtën shprehje në fytyrë, shprehjen e atij që ka humbur gjithçka. Kur kaluan kufirin në Maqedoni, Dritani ndjeu një lehtësim të madh, por edhe një pikëllim të thellë. Ishte i sigurt tani, por kishte lënë pas vendlindjen e tij, familjen e tij të gjerë, të gjitha ato që njihte dhe donte. Në kampin e refugjatëve në Maqedoni, kushtet ishin të vështira. Jetonin në çadra, hanin ushqim që ua japnin organizatat humanitare, prisnin për lajme për familjarët e humbur. Por spaku ishin të sigurt. Pas disa javësh, Dritani dhe Luiza morën lajmin që do të ndryshonte jetën e tyre. Norvegjia po pranonte refugjat nga Kosova. Emrat e tyre ishin në listë. Do të largoheshin për në Oslo. Dritani nuk dinte asgjë për Norvegjin. Nuk e dinte se ku ishte në hartë, si ishte klima, si jetonin njerëzit atje. Por dinte një gjë, do t'ishte e sigurt, dhe në atë moment siguria ishte e gjitha që donte. Në qershor të vitit 1999, Dritani dhe Luiza hipën në një avion për herë të parë në jetën e tyre. Kur avioni u ngrit nga toka, Dritani shikoi nga dritarja dhe pa në largësi malet e Ballkanit që largoheshin. Në zemër, ai premtoi vetes: "Një ditë do të kthehem, një ditë do të kthehem." Por ajo ditë do të vonoi 26 vjet. Kur Dritani dhe Luiza arritën në Oslo në fund të qershorit 1999, gjithçka u duk si një botë tjetër. Ishte mesi verës norvegjeze dhe dielli nuk perëndonte gafi fare, një fenomen që i bëri të dy të ndieshin si një ëndër e çuditshme, ku koha kishte ndaluar. Aeroporti i Gardermones ishte i dritshëm dhe modern, aq i ndryshëm nga gjithçka që kishin njohur ndonjëherë. Njerëzit lëviznin me qetësi, me buzëqeshje të vogla, pa panik, pa frikë. Askush nuk vraponte, askush nuk bërtitste. Gjithçka ishte aq e organizuar, aq e pastër, aq e qetë. Ata u pritën nga punonjës të organizatës së azil kërkuesve që i shoqëruan në një center pritjeje në periferitë e Oslos. Atje u dha një dhomë të vogël, disa rroba dhe u thanë se do të fillonin menjëherë kursin e gjuhës norvegjeze. Gjithçka ndodhte aq shpejt, aq efikas, sa Dritani mezi mund ta besonte. Ditët e para ishin të vështira. Gjua norvegjeze u duke pamundur për të mësuar. Zanoret nuk i kishin dëgjuar kurrë, rregulla gramatikore që nuk kishin kuptim, fjalë që dukeshin të pafundme. Por ata provuan. Çdo ditë shkonin në kursin e gjuhës, çdo mbrëmje studiuan, çdo fundjavë praktikonin të folur me të tjerët në centrën e pritjes. Luiza mësoi më shpejt se Dritani. Ajo kishte talent për gjuhët dhe brenda disa muajsh tashmë mund të mbante biseda të thjeshta në norvegjisht. Dritani luftoi më shumë, por nuk dorëzohej kurrë. Në tetor të vitit 1999, Dritani dhe Luiza morën leje qëndrimi në Norvegji. Ishin zyrtarisht refugjat të pranuar. Shteti norvegjez u ofroi mbështetje për të gjetur strehim dhe punë. U caktua një apartament i vogël në lagjen Grüne Loka, po ai apartament ku Dritani do të jetonte për 26 vitet e ardhshme. Apartamenti ishte i vogël, vetëm një dhomë gjumi, një sallon, një kuzhinë dhe një banjë. Por për Dritanin dhe Luizën ishte një pallat. Kishin një vend të tyrin, kishin sigurinë, kishin një shans për të filluar përsëri. Dritani gjeti punë në një fabrik mobilesh. Puna ishte e rëndë fizikisht, por paga ishte e mirë dhe kolegët ishin të sjellshëm. Luiza filloi të punonte në një restorant si larse enësh dhe më vonë, kur përmirësoi gjuhën, u bë kamariere. Në vitin 2000, Luiza mbeti shtatzën me fëmijën e tyre të parë. Ishte një lajm i mrekullueshëm që u dha shpresë të re për të ardhmen. Në prill të vitit 2001, lindi Arta, një vajzë e bukur me sy të mëdhenj dhe me një qeshje që ndriçonte çdo dhomë. 3 vjet më vonë, në shkurt të vitit 2004, lindi Behari, një djalë plot energji dhe kuriozitet. Fëmijët ishin bekimi i tyre më i madh. Arta dhe Behari u rritën si fëmijë norvegjez, shkuan në shkolla norvegjeze, luajtën me fëmijë norvegjez, mësuan gjuhën perfekt pa asnjë theks. Për ta, Norvegjia nuk ishte një vend i huaj, ishte shtëpia e tyre. Por për Dritanin, diçka gjithmonë mungonte. Sa herë që fliste shqip me fëmijët në shtëpi, sa herë që gatuante ushqim tradicional shqiptar, sa herë që dëgjonte këngë shqiptare në radio,
ai ndjente një dhimbje në kraharor. Ishte dhimbja e atij që jeton në dy botë, fizikisht në njërin, shpirtërisht në tjetrën. Me kalimin e viteve, Dritani u përpoq të gjente informacion për familjen e tij në Kosovë. Në fillim ishte pothuajse e pamundur. Interneti nuk ishte ende aq i përdorshëm dhe komunikimet me Kosovën ishin të vështira. Ai shkroi letra në kryqin e kuq ndërkombëtar, duke pyetur për të afërmit e tij. Disa përgjigje erdhën, por shumica ishin negative. Nuk kemi informacion, nuk mund të gjejmë këto persona. Vazhdoni të kërkoni. Dritani e dinte se prindrit e tij kishin vdekur përpara luftës. Nëna e tij kishte vdekur në vitin 1995 nga një sëmundje e zemrës dhe babai i tij kishte ndjekur në vitin 1997, por kishte pasur vëllezër, motra, daj, teze, kushërinj, një familje të gjerë që jetonin në rajone të ndryshme të Kosovës. Ai më pas zbuloi që 2 nga vëllezërit e tij ishin vrarë gjatë luftës. Një tjetër kishte emigruar në Gjermani dhe kishte humbur kontaktin. Motra e tij kishte shkuar në Zvicër me familjen e saj. Kushërinjtë e tij ishin shpërndarë në të gjithë Europën, disa në Angli, disa në Suedi, disa në Austri. Familja e tij që dikur ishte aq e bashkuar, tani ishte e shpërndarë si puzzle që copat e së cilës nuk mund të mblidheshin më kurrë. Por jeta vazhdon me të gjitha dhimbjet dhe humbjet e saj. Dritani vazhdoi të punonte, të paguante faturat, të kujdesej për familjen. Arta dhe Behari u rritën dhe u bën student të shkëlqyer. Arta studioi infermieri dhe u bë infermiere në një spital në Oslo. Behari studioi inxhinieri dhe gjeti punë në një kompani teknologjike. Në vitin 2020, Luiza u bë ngjyshër kur Arta lindi vajzën e saj të parë, Elirën. Ishte një moment i lumtur por edhe melankolik për Dritanin. Kur mbante në krah me mbesen e tij Elirën, ai mendonte për gjyshërit e tij që nuk i kishte njohur kurrë me mbesen e tyre. Mendonte për fëmijët që do të lindnin dhe do të rriteshin pa e ditur kurrë nga vinte familja e tyre, pa e njohur kurrë tokën ku kishin jetuar gjyshërit dhe stërgjyshërit e tyre. Në vitin 2023, Dritani doli në pension. Pas 24 vjetësh pune në fabrikën e mobileve, ai më në fund mund të pushonte. Pensioni i tij ishte i mirë. Sistemi norvegjez ishte bujar me ata që kishin punuar me ndershmëri për ato 20 vite. Por pensioni solli edhe diçka tjetër. Kohë, shumë kohë. Kohë për të menduar, kohë për të kujtuar, kohë për të ndjerë peshën e të gjitha atyre viteve të shkuara larg shtëpisë. Dhe pikërisht në atë kohë, Dritani filloi të mendoj seriozisht për kthimin. Muajt pas pensionit ishin të çuditshëm për Dritanin. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai nuk kishte një rutinë të fiksuar, nuk kishte një orar pune që duhet të ndiqte, nuk kishte detyrime që e mbanin të zen nga mëngjesi deri në mbrëmje. Në fillim, kishte menduar se do t'i shijonte këtë liri të re. Kishte planifikuar të lexonte librat që kishte grumbulluar me vite, të shikonte filma, të shëtiste në parqet e Oslos, të kalonte më shumë kohë me mbesën e tij, Elirën. Por në vend të kësaj, ai gjeti veten duke e kaluar më shumë dhe më shumë kohë online, duke kërkuar informacion për Kosovën. Lexonte lajme, shikonte video në YouTube për qytetet dhe fshatrat të Kosovës, shfrytëzonte në grupe të Facebookut ku njerëzit ndanin kujtime dhe foto nga e kaluara. Ishte në një nga këto grupe që Dritani gjeti foton që e tronditi thellë. Fotoja nga fshati i tij e bërë në vitin 1997. Kur e shaf foton, diçka u thye brenda tij. U kujtua për gjithçka, për ato ditë paqësore para luftës, për njerëzit që njihte, për jetën e thjesht por të lumtur që kishte hasur. Dhe në atë moment, ai mori vendimin, do të kthehej. Por nuk ishte një vendim i lehtë. Kishte shumë gjëra që duheshin planifikuar, shumë pyetje që duheshin përgjigjur. Së pari, ku do të jetonte? Shtëpia e tij e vjetër më shumë mundësi nuk ekzistonte më. Ishte djegur apo rënuar gjatë luftës. Fshati i tij ka qenë sigurisht ndryshuar. A do të kishte atje ende njerëz që e njihnin? A do të kishte infrastrukturë, servise, mundësi për një person të moshuar të jetonte komod? Së dyti, çdo të bënte me kohën e tij atje. Dritani nuk ishte lloji i njerëzit që mund të rinte duar kryq. Ai kishte nevojë për një qëllim, për diçka që e mbante motivuar. Po nëse do të shkonte atje dhe nuk do të gjente asgjë, po nëse nuk do të njohte askë, po nëse do të ndjehej edhe më i vetmuar se sa ndjehej në Oslo. Së treti, si do të reagonte familja e tij. Luiza kishte thënë se e mbështeste, por a e kishte thënë vërtet nga zemra? Arta dhe Behari
kishin qenë skeptik kur u kishte treguar për planet e tij. "Baba, ti je 26 vjet larg," kishte thënë Arta. "Gjithçka ka ndryshuar, mos prit shumë." Por Dritani e dinte se duhej ta bënte këtë, pavarësisht nga pasojat. Nuk bëhej fjalë për të gjetur diçka konkrete, bëhej fjalë për të mbrillur një kapitull, për të bërë paqe me të kaluarën, për të kuptuar se kush ishte ai vërtet. Kështu filloi përgatitja. Dritani filloi duke mësuar më shumë për Kosovën kohëpasore. Lexoi për zhvillimet politike, ekonomike dhe sociale që kishin ndodhur pas luftës. Mësoi se Kosova kishte shpallur pavarësinë në vitin 2008. Lexoi për ndërtimin e institucioneve të reja, për investimet ndërkombëtare, për sfidat që vendi po përballonte. Ai mësoi gjithashtu se shumë refugjat kishin filluar të ktheheshin në Kosovë pas luftës, sidomos në vitet 2000-2010. Disa kishin gjetur shtëpitë e tyre të padëmtuara dhe kishin filluar jetën përsëri. Të tjerët kishin gjetur vetëm rënoja dhe kishin duhet të fillonin nga e para. Por Dritani gjithashtu lexoi histori të vështira, historitë e njerëzve që ishin kthyer plot shpresë, por kishin gjetur një realitet shumë më të ashpër se sa prisnin. Shumë prej tyre nuk kishin mundur të integrohen përsëri, nuk kishin gjetur punë, nuk kishin gjetur vend të tyren. Disa ishin kthyer përsëri në vendet ku kishin emigruar. Por Dritani ishte i ndryshëm. Ai nuk po kthehej për të gjetur punë ose për të filluar një biznes. Ai kishte pensionin e tij, kishte të ardhurat të sigurta. Ai po kthehej për një arsye shumë më personale, për të gjetur paqe me veten. Në janar të vitit 2025, Dritani filloi të bëj planet konkrete. Kontaktoi një agjenci pasurie së paluajtshme në Prishtinë dhe kërkoi informacion për apartamente me qira. Vendosi të mos merrte një apartament në një fshat, por në kryeqytet. Prishtina do të ishte më e lehtë për një person të moshuar. Kishte spitale, kishte shërbime, kishte mundësi për të takuar njerëz. Gjithashtu, Dritani vendosi të mos shkonte me një herë në fshat. Donte të aklimatizohej së pari në Prishtinë, të mësonte dinamikën e jetës në Kosovë moderne dhe pastaj, kur të ndihej gati, do të vizitonte fshatin e tij. Në shkurt, Dritani gjeti një apartament të vogël në një ndërtesë të re në Prishtinë. Ishte një apartament me një dhomë gjumi, sallone dhe kuzhinë, shumë i ngjashëm me apartamentin e tij në Oslo. Mori kontakt me pronarin, negocioi një qiratë arsyeshme për një vit dhe firmosi kontratën. Tani ishte vetëm çështje kohe. Në mars të vitit 2025, Dritani bleu bileta për Prishtinë. Data e nisjes ishte e 5 prillit, 2 javë larg. Kishte kohë të mjaftueshme për të përgatitur mendërisht dhe emocionalisht. Ditët para nisjes ishin intensive. Dritani paktoi gjërat e tij me kujdes, rroba për të gjitha stinët, disa libra të dashur, albume fotografish dhe fletoren e vjetër të diarit ku kishte shkruar mendimet e tij gjatë viteve të para në Norvegji. Luiza e ndihmoi të paktoi, por nuk foli shumë. Dritani e dinte se ajo ishte e shqetësuar, por respektonte vendimin e tij. Arta dhe Behari erdhën ta vizitonin një ditë para nisjes. Arta solli mesen e saj, Elirën, që tani ishte 5 vjeçe dhe plot energji. Behari solli një dhuratë, një celular me kamera të mirë. "Që të mund të na qosh foto çdo ditë, baba," tha duke buzëqeshur. Ata kaluan mbrëmjen së bashku, ngrënë darke dhe kujtuan momente të kaluara. Ishte një mbrëmje e ëmbël, por edhe melankohike. Të gjithë e dinin se ky kthim i Dritanit ishte diçka më shumë se një udhëtim i thjeshtë. Ishte një udhëtim shpirtëror, një kërkesë për diçka që ishte humbur. Natën para nisjes, Dritani nuk fleti shumë. Qëndroi zgjuar duke shikuar nga dritarja e apartamentit e tij në Oslo, duke parë qytetin e qetë norvegjez, që ishte shtëpia e tij për 26 vjet. Ndjeu falënderim për këtë vend që i kishte dhënë siguri, mundësi, një jetë të dinjitetshme, por ndjeu gjithashtu një dëshirë të fortë për të shkuar, për të parë, për të prekur tokën ku kishte lindur. Në mëngjesin e 5 të prillit, Luiza e shoqëroi në aeroport. Ata rinin në heshtje në taksi, duke mbajtur duart. Në aeroport, përqafimi i tyre zgjati shumë. "Kthehu kur të duash, Dritani," i tha Luiza me lot në sy. "Por kthehu i tërë,
jo i coptuar. Gjet atër që po kërkon dhe pastaj kthehu te ne. Dritani e puthi në ball. Premtoj, i tha ai. Dhe pastaj, me zemër të rënd, por me shpresë në shpirt, Dritani kaloi kontrollin e sigurisë, u ngjit në avion dhe filloi udhëtimin e tij drejt shtëpisë. Avioni u ul në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari në orën 8 të mbrëmjes. Kur rrotat prekën pistën, Dritani ndjeu një emocion të fortë që e pushtoi tërësisht. Ishte këtu, ishte në Kosovë, pas 26 vjetësh. Shikoi nga dritarja dhe shikoi drita që ndriçonin pistën. Në largësi dukej terminali, një ndërtesë moderne që dukej krejtësisht e ndryshme nga çfarë kujtonte Dritani nga vitet para luftës. Por çfarë kishte pritur? Natyrisht që gjithçka ka ndryshuar. Kur avioni ndaloi dhe u dha sinjali që mund të zgjidhen rryzat e sigurisë, Dritani u ngrit ngadalë. Këmbët i dritheshin pak, jo nga moshal, por nga emocionet. Mori çantën e vogël nga bagazhi mbi kokë dhe filloi të ecte drejt daljes. Në tunel, andej tek ecte drejt terminalit, dëgjoi njerëz duke folur shqip përreth tij. Ishte një tingull aq i ëmbël, aq i njohur. Nuk ishte dëgjuar aq shumë shqip përreth tij se nga vitet kur kishte jetuar në kampin e refugjatëve në Maqedoni. Brenda terminalit, gjithçka ishte moderne dhe efikase. Kaloi kontrollin e pasaportës, zyrtari i hodhi një vështrim të shkurtër pasaportës norvegjeze të tij dhe e lëshoi të kalonte pa pyetur asgjë. Mori bagazhin nga shiriti, një valixhe e madhe me të gjitha gjërat që kishte sjell. Dhe pastaj doli jashtë në zonën e pritjes. Ajri i natës ishte i freskët. Dritani mori një frymë të thellë. Ishte ajri i Kosovës, pak i ndryshëm nga ajri i Oslos, me një aromë të veçantë që e bëri të kujtonte menjëherë fëmirinë e tij. Kishte rezervuar një taksi që do ta priste në aeroport. Shoferi ishte një burr rreth të 40-ve, me buzëqeshje miqësore. "Mirë se erdhe", i tha shoferi në shqip. "Ku po shkojmë?" "Prishtinë", tha Dritani. "Kam një adresë këtu." U ngjitën në taksi dhe filluan udhëtimin drejt kryeqytetit. Rruga nga aeroporti ishte ndriçuar mirë, një autostrada moderne që Dritani nuk e kujtonte fare nga koha kur kishte jetuar në Kosovë. Gjithçka dukej aq e re, aq e ndryshuar. "Nga vjen vlla?" pyeti shoferi duke e vështruar nga pasqyra e përparme. "Nga Norvegjia", tha Dritani, "por kam lindur këtu, kam ikur në 99-ën." Shoferi kuptoi menjëherë. "Ah, refugjat, ka shumë si ty që po kthehen tani. Mirë bën që erdhe, Kosova ka nevojë për njerëzit e saj." Biseduan gjatë gjithë rrugës. Shoferi i tregoi për ndryshimet që kishin ndodhur, për autostradën e re që lidhte Prishtinën me Tiranën, për ndërtesat e reja që po ngriheshin në të gjithë qytetin, për të rinjt që po hapnin biznese dhe po bënin Kosovën më moderne. Por gjithashtu i tregoi për sfidat, për papunësinë që ishte ende e lartë, për korrupsionin që ekzistonte në institucione, për të rinjt që vazhdonin të emigronin në Evropë perëndimore për një jetë më të mirë. Kur hyn në Prishtinë, Dritani shikonte me vëmendje nga dritarja. Qyteti ishte i ndriçuar, i gjallë, ka shumë makina në rrugë, kafene të mbushura me njerëz që pinin kafe edhe në ato orë të vonë, dyqane moderne me vitrina të shkëlqyera. "Ky është bulevardi Nën Tereza", tha shoferi duke treguar me dorë. "Është një nga rrugët kryesore. Këtu ka shumë dyqane, restorante, gjithçka." Dritani nuk e njihte fare. Në kohën e tij, Prishtina ishte një qytet shumë më i vogël, më pak i zhvilluar. Tani dukej si një qytet modern europian, me të gjitha përparësitë e disavantazhet që vinin me modernizimin. Arritën në adresën ku Dritani kishte marrë me qira apartamentin. Ishte një ndërtesë e re, me disa kate, në një lagje të qetë, por jo shumë larg qendrës. Shoferi e ndihmoi të nxirrte valixhen nga bagazhi. Dritani e pagoi dhe i dha një bakshish bujar. "Faleminderit për bisedën, më ke bërë të ndihem mirë se erdhur." "Gjithmonë në shërbim vlla", tha shoferi duke buzëqeshur, "dhe mirë se u ktheve në shtëpi." Dritani hyri në ndërtesë dhe gjeti apartamentin në katin e dytë. Çelësi që pronari i kishte lënë në një kuti të vogël në hyrje, funksionoi perfekt. Hapi derën dhe hyri brenda. Apartamenti ishte i vogël por i mobiluar mirë. Kishte gjithçka që nevojitej: kuzhinjë me pajisje moderne, dhomë gjemi me një shtrat të rehatshëm, banjo të pastër, sallon me një divan dhe një televizor. Ishte thjesht, por mjaft për një person të vetëm. Dritani la valixhen në dhomën e gjemit dhe u zut në divan. Ishin gati ora 10 e mbrëmjes. Ishte i lodhur nga udhtimi, por gjithashtu shumë i ekscituar. Mori celularin dhe i dërgoi një mesazh Luizës. "Kam arritur mirë, apartamenti është i mirë,
po pushon tani. Do të telefonoj nesër. Të dua. Përgjigja erdhi shpejt. Faleminderit Zot që arrite mirë. Pusho mirë, të dua shumë. Dritani qeshi pak. Edhe në distancë, Luiza ishte atje për të. Atë natë Dritani fleti pak. Çdo tingull i ri nga rruga jashtë saj e zgjonte të tën. Makinat që kalonin, njerëzit që flisnin duke kaluar, qend që lehnin në largësi. Por ishte shqetësim që e mbante zgjuar. Ishte një ndjesi e çuditshme, një përzierje emocioni, ankthi, shprese dhe frike. Ishte këtu, ishte në Kosovë. Por çfarë do të gjente? A do të mund të gjente atë që po kërkonte? A do të ndihej si në shtëpi apo si një i huaj? Vetëm koha do ta tregonte. Dritani u zgjua në orën 7 të mëngjesit. Dielli hynte nëpër dritaren e dhomës së gjemit, duke ndriçuar muret e bardha të apartamentit. Për një moment ai nuk e kuptonte se ku ishte. Pastaj e kujtoi. Ishte në Prishtinë, ishte në Kosovë, ishte në shtëpi. U ngrit nga shtrati, voshi rrobat dhe vendosi të dalë të shëtiste pak. Donte të njohte lagjen, të shihte njerëzit, të ndjente pulsin e jetës në Prishtinë. Jashtë, mëngjesi ishte i freskët, por i këndamshëm. Ishte fillimi i prillit dhe aroma e pranverës së re, aroma e luleve që po lulëzonin, e tokës që po ngrohej nga dielli, e bumboste në ajër. Dritani filloi të ecte pa një drejtim të caktuar. Rrugët ishin të pastra, ndërtesat e reja shfaqeshin kudo. Kishte njerëz që shkonin në punë, fëmijë që shkonin në shkollë me prindrit, të mëshuar që ecnin ngadalë me bastunj. Gjeti një furrë ku bleu bukë të ngrohët. Aroma e bukës së pjekur së freskët i e ktheu menjëherë në fëmijëri, kur nëna e tij piqte bukë në shtëpi. I erdhi një vale melankolie që e pushtoi tërësisht. Vazhdoi të ecë derisa arriti në një shesh të madh me një park. Ka shkuam atje dhe u ul në një stol. Shikonte njerëzit që kalonin, të rinë me celular në duar, gra me fëmijë të vegjël, burra që lexonin gazeta në stolle të tjera. Të gjithë dukeshin aq normal, aq të qetë. Jeta po vazhdonte këtu sikur lufta të mos kishte ndodhur kur, por Dritani e dinte se nën këtë sipërfaqe të qetë, shumë njerëz mbanin plagë të pashëruara, kujtime të dhimbshme, humbje që nuk mund të harrohen kur. Pas një ore, Dritani u kthye në apartament. Nuk donte të bënte shumë sot, donte thjesht të pushonte, të aklimatizohej, të fillonte të ndjente se ishte në Kosovë. Në mbasdite, vendosi të dalë përsëri, kësaj radhe të kërkonte një market. Duhej të blinte ushqim për të gatuar diçka në shtëpi. Gjeti në supermarket të madh jo larg apartamentit. Brenda gjithçka ishte sikur në çdo supermarket tjetër në Evropë, produkte të ndryshme, marka të njohura ndërkombëtare, por edhe shumë produkte lokale shqiptare. Dritani bleu disa gjëra bazike: bukë, djath, domate, qep, mish, miell, vaj, krip. Ndërsa ecte nëpër radhët e marketit, ndjeu një ndjenjë të çuditshme. Ishte si të ishte në Oslo, por në të njëjtën kohë shumë i ndryshëm. Këtu të gjithë flisnin shqip. Këtu produktet kishin emra shqiptar. Këtu për herë të parë pas 26 vitesh, ai nuk ishte i huaj, refugjati, emigranti. Këtu ai ishte thjesht një nga shumë kush. Në ark, gruaja e re që punonte atje i buzëqeshi dhe i tha: "Mirdita." Dritani buzëqeshi mbrapsht. "Mirdita", tha ai, dhe ndjeu se sa e ëmbël ishte të dëgjonte këtë përshëndetje në gjuhën e tij amtare, në vendin e tij. Kur u kthye në apartament, Dritani vendosi të telefonoj Luizën. Ishte ora 3 pasdite në Prishtinë, që do të thoshte ora 4 në Oslo. Luiza do të ishte në shtëpi. Ajo ju përqiq pas 2 zileve. "Dritani, si je? Si po shkon?" Dritani i tregoi për ditën e tij, për shëtitjen e mëngjesit, për parkun, për marketin. Luiza dëgjoi me vëmendje, duke bërë pyetje her pas here. "A ndihesh mirë atje?" pyeti ajo në fund. Dritani mendoi për një moment. "Nuk e di ende", tha sinqerisht. "Është shumë i ndryshëm nga çfarë kujtoja, por në të njëjtën kohë ka diçka të njohur. Është si të jesh në një shtëpi që e ke lënë shumë kohë më parë dhe kur kthehesh, mobiljet janë ndryshuar, por odaja është e njëjtë." Luiza qeshi. "E kuptoj, por merr kohën tënde, Dritani. Mos u përpiqu ta qesh gjithçka menjëherë. Lëre të vi natyrshëm." "Po bëj", tha Dritani. "Faleminderit që më kupton, Luiza. S'di çfarë do të bëja pa ty." Biseduan ende pak dhe pastaj u ndan. Dritani ndjeu se biseda me Luizën e kishte qetësuar. Ajo ishte lidhja e tij me jetën që kishte në Norvegji, përkujtesja që kishte një shtëpi që po e priste. Ditët që pasuan ishin të ngjashme. Dritani kalonte kohë duke eksploruar Prishtinën, vizitoi qendrën e qytetit, bulevardin Nën Tereza i gjallë dhe i mbushur me njerëz, bibliotekën kombëtare me arkitekturën e saj të veçantë,
katedralen Madër Teresa, xhamitë e ndryshme që ishin atje për shekuj. Çdo ditë zbulonte diçka të re. Disa gjëra i pëlqenin shumë, miqësia e njerëzve, gjallërimi i qytetit, fakti që gjithmonë kishte diçka për të parë dhe për të bërë. Disa gjëra të tjera e zhgënjyen, trafiku kaotik, shumë ndotje në disa zona, infrastruktura që nuk ishte ende në nivelin që duhet të ishte. Por çdo ditë, Dritani ndjeu se po përshtatej pak e nga pak, po mësonte të lëvizte në qytet, po njihte rrugët, po zbulonte kafenet ku mund të pinte një kafe të mirë, restorantet ku mund të hante ushqim tradicional shqiptar. Një ditë, duke shëtitur në park, Dritani takoi një burr të moshuar që po lexonte një gazetë në një stol. Dritani ul në stolin ngjitur. "Mirdita", i tha Dritani. Burri e pa dhe buzëqeshi. "Mirdita, bir, si jeni?" "Mirë, faleminderit", tha Dritani. "Po ju?" "Mirë, mirë", tha burri. "Po shoh që nuk ju kam parë më parë në këtë park. A jeni i ri në lagje?" "Po", tha Dritani. "Kam ardhur nga Norvegjia, por kam lindur në Kosovë, kam ikur në 99-ën." Sytë e burrit u ndezën. "Ah, një që po kthehet, ka shumë si ju tani. Mirë bëni që ktheheni. Kosova ka nevojë për njerëzit e saj, sidomos ata që kanë parë se si është jeta jashtë dhe mund të sjellin ide të reja këtu." Filluan të bisedojnë. Burri quhej Recep dhe ishte 75 vjeç. Kishte jetuar gjithë jetën në Prishtinë, kishte parë luftën, kishte humbur një birë, por ishte mbijetuar dhe tani jetonte me të bijen dhe familjen e saj. Recepi i tregoi për ndryshimet që kishin ndodhur në Prishtinë gjatë 26 vitesh, si qyteti kishte ndërtuar përsëri pas luftës, si kishin ardhur investime nga bota dhe si jeta kishte përmirësuar. "Por ka ende shumë për të bërë", tha Recepi me një ndjenjë melankolie në zë. "Kosova është ende e re, ende po mëson, ende po lufton me problemet e saj, por po ecim përpara. Ngadalë, por po ecim." Dritani dhe Recepi filluan të takoheshin rregullisht në park. Çdo ditë rreth orës 10 të mëngjesit, ata ulen në të njëjtin vend dhe bisedonin për gjithçka, për politikën, për ekonominë, për jetën në përgjithësi. Recepi u bë miku i parë i Dritanit në Kosovë, dhe përmes tij, Dritani filloi të njihte më mirë Prishtinën dhe njerëzit e saj. Por pavarësisht se sa mirë po përshtateshin në Prishtinë, kishte gjithmonë një pyetje që e mundonte Dritanin. Çfarë për fshatin e tij? Çfarë për vendlindjen e tij? A kishte mbetur diçka atje? A kishte mbetur dikush që e njihte? Ai e dinte se së shpejti do duhet të merrte kurajo dhe të shkonte atje. Por jo ende. Jo ende. Muaji prill po kalonte shpejt. Dritani kishte qenë në Prishtinë për gati 3 javë dhe ndihej gjithnjë më komod. Kishte gjetur një rutinë, zgjohej herët, shëtiste në park, takonte Recepin, kthehej në shtëpi për drek, lexonte ose shikonte televizor pas dite, dilte sërish mbromje për darkë në ndonjë restorant lokal. Por çdo ditë, mendimi për fshatin e tij rëndonte gjithnjë e më shumë në zemrën e tij. E dinte se kishte ardhur koha të shkonte atje, të përballohej me të kaluarën, të shihte me sytë e tij se çfarë kishte mbetur. Një mëngjes, ndërsa po pinte kafe me Recepin në park, Dritani i tha për planet e tij. "Mendoj të shkoj në fshat", tha ai, "në vendin ku kam lindur dhe ku kam jetuar deri në luftë." Recepi e vështroi me një shprehje të kujdesshme. "Ke guxim bir, por të paralajmëroj, mos prit shumë. Shumë fshatra u dëmtuan rënd gjatë luftës, disa u rindërtuan, disa jo. Dhe njerëzit shumë kanë ikur, shumë kanë vdekur, shumë kanë ndryshuar." "E di", tha Dritani, "por duhet ta bëj, duhet ta shoh me sytë e mi." "Atëherë shko", tha Recepi duke vendosur një dorë në shpatullën e tij. "Por shko me zemër të hapur, prano çdo gjë që do të gjesh dhe mos u shtrydh nëse nuk është si prisje." Dritani filloi të planifikojë udhëtimin. Fshati i tij ishte rreth 1 orë e gjysmë larg Prishtinës, pranë Gjakovës. Vendosi të marrë një makinë me qira. Donte të kishte lirinë e tij për të eksploruar, për të ndaluar kur donte, për të qëndruar sa të donte. Një mëngjes të shtune në fund të prillit, Dritani u nis. Makina që kishte marrë me qira ishte e vogël por komode. Kishte vënë në GPS koordinatat e fshatit të tij dhe filloi të ndjek rrugën. Ndërsa largohej nga Prishtina dhe hynte në rrugët që shkonin drejt Gjakovës, peizazhi filloi të ndryshojë. Qyteti modern u zëvendësua nga fisha të gjelbra, kodra të ulta të mbuluara me pemë, fshatra të vogla me shtëpi tradicionale të bardha. Dritani ndjeu një ndjenjë nostalgjie që e pushtoi. Ky peizazh ishte aq i njohur, këto male në largësi, këto fisha, këto rrugë që kalonin nëpër fshatra të vegjël. Ishte sikur trupi i tij kujtonte, edhe nëse mendimi i tij kishte harruar shumë detaje. Pas 1 ore udhëtimi,
GPS-i tregoi se po afrohej te fshati. Zemra e Dritanit filloi të rrahë më shpejt. Duart që mbanin timonin dridhen lehtë. Dhe pastaj e pa tabelën, emri i fshatit të tij i shkruar me shkronja të reja, por që mbante të njëjtin emër që ai kujtonte nga fëmijëria. Hyri në fshat ngadalë, duke ngasur me kujdes në rrugën e ngushtë asfaltore. Gjithçka dukej njëkohësisht e njohur dhe e huaj. Ka shtëpi që nuk i kujtonte, por edhe vende që i dukeshin vagusht të njohura. Ndaloi makinën në qendër të fshatit, një shesh i vogël me disa dyqane dhe një xhami të vogël që dukej se ishte rindërtuar kohët më së fundi. Dori nga makina dhe filloi të eci. Fshati ishte i qetë. Kishte pak njerëz në rrugë, disa gra të moshuara që mbanin çanta me ushqim, disa burra që biseduan jashtë një dyqani, fëmijë që luanin në një oborr. Dritani nuk njihte askënd. Filloi të eci drejt pjesës së fshatit ku kujtonte se kishte qenë shtëpia e tij. Zemra i rrahte fort. Çfarë do të gjente? A do të kishte mbetur diçka? Pas 10 minuta shecje, arriti në vendin që mendonte se ishte shtëpia e tij, por nuk ishte matje. Në vend të shtëpisë së tij kishte një shtëpi nere, moderne, me 2 kate, me kopsht të bukur. Dritani ndaloi dhe qëndroi atje, duke e shikuar. Ndjeu një boshllëk të madh në kraharor. Shtëpia ku kishte lindur, ku kishte kaluar fëmijërinë, ku kishin jetuar prindrit e tij, nuk ekzistonte më. Kishte zhdukur, zëvendësuar nga diçka e re. Mund t'ju ndihmoj me diçka? Dritani u kthye. Një burr rreth të 50-tave po e vështronte nga porta e shtëpisë së re. Jo, faleminderit, vetëm gjësht shikoja. Këtu dikur kishte një shtëpi të vjetër. Burri u afrua. Po, e di, ishte dëmtuar rënd gjatë luftës. E rrazuam dhe ndërtuam këtë të rej në vitin 2003. A i njihi atë shtëpi? Dritani ndjeu një lum lashi që e po vinte, por u përpoq timbante. Po, ishte shtëpia ime. Kam jetuar këtu deri në 99. Sytë e burrit u hapën. Ti e djali i Ahmetit dhe Fatimes? Dritani u befasua. Po, i njihni prindrit e mi? Burri u buzëqeshi. Sigurisht, ishin fëmijët tan. Unë jam Shkëlzeni, biri i Ramazan dhe Zejnës, si jetonin në shtëpinë gjitër. Mos më thua që je Dritani. Po, tha Dritani, duke ndje një val emocioni. Më kujton? Si të mos të kujtoj, tha Shkëlzeni, duke e përqafuar. Ishim fëmijë së bashku, luanim futboll bashk në fush. Zoti të bekov Dritani, të gjithë mendonim se kishe vdekur. Përqafimi i tyre zgjati shumë, kur u ndan, të dy kishin lot në sy. Hy brenda, tha Shkëlzeni, gruaja ime do t'jetë e lumtur të të takoj, dhe duhet të më tregosh gjithçka. Ku ke qenë gjatë gjithë këtyre viteve? Dritani hyri në shtëpi. Shkëlzeni thirri gruan e tij, një grua e hijshme e quajtur Meliha, që u gëzua shumë kur dëgjoi se kush ishte vizitori. U ulën në sallon dhe filluan të bisedojnë. Dritani u tregoi për ikjen e tij në 99-ën, për kampin e Maqedoni, për Norvegjin, për jetën e tij atje. Shkëlzeni dhe Meliha dëgjonin me vëmendje, duke bërë pyetje dhe duke shprehur admirim për guximin dhe forcën e tij. Po ti Shkëlzen, pyeti Dritani, si e kalove luftën? Shkëlzeni mori një frym të thellë. Nuk ishte lehtë. Familja jon u largua në male, por u kthyem pas pak kohësh kur gjërat u qetësuan në këtë zonë. Shtëpia jon u dëmtua, por jo tërësisht. E rikonstruktuam dhe kemi jetuar këtu që atëherë. Po për shtëpinë time, pyeti Dritani. Çfarë ndodhi? Shkëlzeni u bë i trishtuar. U dogj Dritani. Gjatë luftës shumë shtëpi u dogjën, e jotja ishte një prej tyre. Kur u kthyem ishin vetëm rrënoja. Askush nuk e dinte se ku ishe ti dhe familja jote. Menduam se të kishin vrarë ose se ishin larguar për gjithmonë. Dritani ndjeu dhimbjen që e mundonte. Dhe a kam mbetur dikush tjetër nga familja ime këtu? Kushërinj, daja, hall? Shkëlzeni shkundi kokën ngadalë. Jo shumë, Dritani. Shumë u shpërndan. Daja yt, Sylejni, emigroi në Gjermani me familjen. Një nga kushërinjtë tu, Fatos, vdiq gjatë luftës. Të tjerët nuk e di ku janë. Ishte ajo që Dritani kishte frikë të dëgjonte, por e priste. Lufta kishte shpërndar familjen e tij si gjethet në erë. Tani ishin të shpërndar në të gjithë botën dhe shumica nuk e dinin as se ishin gjallë, por kishte gjetur Shkëlzenin, kishte gjetur një lidhje me të kaluarën e tij, dhe ajo ishte diçka. Kaluan orë të tëra duke biseduar. Shkëlzeni i tregoi për njerëzit e tjerë që ishin kthyer në fshat, për ata që ishin vdekur, për ata që emigruan dhe nuk ishin kthyer kurrë.
I tregoi për ndryshimet që kishin ndodhur, si fshati u rindërtua, si u ardhe energjia elektrike e rregullt, si u ndërtua rruga e re. Ditët që pasuan takimin me Shkëlzenin ishin plot emocione për Dritanin. Pas atij takimi të parë, Shkëlzeni e ftoi të qëndronte në fshat për disa ditë, por Dritani preferonte të kthehej në Prishtinë çdo mbrëmje. Nuk ishte gati ende të kalonte net atje, dhimbja ishte ende shumë e freskët, por çdo ditë Dritani kthehej në fshat. Shkëlzeni u bë guida e tij, duke e çuar në përfshat, duke ia treguar se çfarë kishte ndryshuar dhe çfarë kishte mbetur e njëjtë. Së bashku vizituan vendin ku ishte shkolla fillore, tani një ndërtesë e re, moderne. Vizituan Varrezat, një vend i qetë në Kodir, ku Dritani gjeti varrin e prindërve të tij, të cilët kishin vdekur para luftës. Qëndrimi përpara varrit të prindërve të tij ishte momenti më i vështirë. Dritani ul në dhe dhe qau për një kohë të gjatë. Nuk kishte pasur mundësi të ishte në varrimin e tyre, nuk kishte pasur mundësi t'ju thoshte lam të mirë. Tani, 29 vjet pas vdekjes së nënës dhe 28 vjet pas vdekjes së babait, ai më në fund po qëndronte pranë tyre. Faleminderit që mi keni dhënë jetën, i përshpëriti ai. Faleminderit që mi keni mësuar të jemi fort, të mos dorëzohem. Keni qenë gjithmonë në zemrën time dhe do të qëndroni atje për gjithmonë. Shkëlzeni shtroi në distancë, duke e lënë Dritanin të kishte momentin e tij privat. Kur Dritani më në fund u ngrit, i ishte lehtësuar. Kishte bërë diçka që duhej të kishte bërë shumë kohë më parë. Por jeta rezervon befasi. Një ditë, ndërsa Dritani dhe Shkëlzeni po pinin kafe në një kafene të vogël në fshat, një grua e moshuar hyri në brenda. Ajo ishte rreth 80 vjeçe, me fytyrë të rrudhur, por sy të gjallë. Kur e pa Dritanin, u ndal dhe e vështroi me vëmendje. Dritani, tha ngadalë, sikur po provonte të kujtonte diçka nga të kaluara e largët. Dritani e pa dhe e përpoq ta kujtonte. Fytyra e saj duke i vagisht e njohur, por nuk mund ta vendoste se kush ishte. Po, tha ai, jam Dritani, por ju njoni? Gruaja buzëqeshi, dhe në atë buzëqeshje, Dritani papritur e pa. Ishte Zoja, motra e nënës së tij, tezja e tij që vinte shpesh t'i vizitonte kur ai ishte fëmijë. Teze Zoja, thirri Dritani, duke u ngritur shpejt dhe e përqafuar. Zoti, s'mbesoj, a jeni ju? Zoja qau në krahët e tij. Dritani, djali im, të gjithë mendonim se kishe vdekur, askush nuk dinte asnjë për ty dhe Luizën. O, Zot, sa mirë që je gjallë. Ulën në sallon dhe filluan të bisedojnë. Dritani i tregoi për ikjen e tij në 99-ën, për kampin në Maqedoni, për Norvegjin, për jetën e tij atje. Shkëlzeni dhe Meliha dëgjonin me vëmendje, duke bërë pyetje dhe duke shprehur admirim për guximin dhe forcën e tij. Po ti Shkëlzen? Pyeti Dritani. Si e kalove luftën? Shkëlzeni mori një frym të thellë. Nuk ishte lehtë. Familja jon u largua në male, por u kthyem pas pak kohësh kur gjërat u qetësuan në këtë zonë. Shtëpia jon u dëmtua, por jo tërësisht. E rikonstruktuam dhe kemi jetuar këtu që atëherë. Por tani që gjeta, tha Zoja duke ja mbajtur dorën Dritanit fort, duhet më premtosh se nuk do të largohesh përsëri pa mbajtur kontaktin. Ke të gjithë numrin tim të telefonit. Më thuaj, duhet të dim se si po jeton, se ku je. Dritani premtoi, dhe për herë të parë që kur kishte ardhur në Kosovë, ai nuk ndjeu vetmit plot. Kishte gjetur pjesë të familjes së tij, jo të gjithë, jo shumë, por mjaft për të ndjerë se kishte ende rënë këtu. Ditët kalonin dhe Dritani po mësonte gjithnjë më shumë për atë që kishte ndodhur me familjen e tij të gjerë gjatë asaj 26 viteve. Teze Zoja kishte informacion për disa anëtar të familjes që ishin ende gjallë dhe të shpërndarë në përbot. Një vëllai i Dritanit, bujar, jetonte në Gjermani, në Stuttgart. Zoja kishte një numër telefoni të vjetër që mendonte se mund të ishte ende i sakt. Dritani e thirri me një herë. Zëri që ju përgjigj pas disa zilerave ishte i thellë dhe i moshuar, por tashmë i njohur. Po, tha zëri. Bujar? Tha Dritani me zë të dridhur. Vlla, a je ti? Pati një heshtje, pastaj zëri tha. Kush është? Jam Dritani, vëllajët, Dritani. Pati një heshtje më të gjatë, pastaj një tingull, sikur dikush po kaplohej nga emocioni. Dritani, Zoti Dritani, ti je gjallë, ku je? Çfarë? Si? Ata folën për orë të tëra. Bujari qau, Dritani qau, të dy nuk mund ta besonin se po flistin me njëri tjetrin pas aq shumë vitesh. Bujari tregoi se si kishte mbijetuar luftën, se si kishte shkuar në Gjermani si refugjat, se si kishte ndërtuar një jetë të re atje. Kishte grua gjermane, kishte 2 fëmijë, kishte një punë të mirë. Por asnjëherë nuk harrova Kosovën, tha Bujar. Asnjëherë nuk harrova familjen dhe asnjëherë nuk pushova së kërkuari për ju.
Mendova se ishe vdekur Dritani, por më vë në gjumë çdo natë duke shpresuar se një ditë do të më telefonosh. Ata premtuan të takoheshin së shpejti. Bujar tha se do të vinte në Kosovë sa më shpejt të mund të organizonte pushimet, ose nëse Dritani donte, mund të shkonte në Stuttgart dhe të qëndronte me të dhe familjen e tij. Pas bisedës me bujarin, Dritani ndjeu një gëzim të madh. Kishte gjetur më shumë se sa kishte shpresuar. Kishte gjetur lidhje me të kaluarën, kishte gjetur familje, kishte gjetur rrënjë, por kishte ende diçka që e shqetësonte. Në të gjitha këto takime, në të gjitha këto biseda, ai ndërkohë kishte zbuluar se askush në fshat nuk e njihte më. Ata që i njihnin ishin vetëm njerëz të moshuar si Shkelzeni dhe Zoja, që ishin jetuar në fshat para luftës. Të rinjt, ata që ishin lindur pas luftës ose që ishin fëmijë të vegjël atëherë, nuk i njihnin fare. Për ta, Dritani ishte thjesht një i huaj që kishte ardhur nga Norvegjia, dikush që pretendonte se kishte jetuar dikur këtu, por që nuk kishte asnjë lidhje të dukshme me të tashmen e fshatit. Një ditë, ndërsa po ecte nëpër fshat, dëgjoi një grup të rinj që po bisedonin jashtë një dyqani. Ata flisnin për futbollin, për muzikën, për planet e tyre për t'u larguar nga Kosova dhe të shkuar në Gjermani ose në Angli për të gjetur punë. Dritani u afrua dhe përshëndeti. Mirdita, çuna. Të rinjtë e përshëndetën mbrapsht, por me një ndjenjë rezerve. Nuk e njihnin. Për ta, ai ishte thjesht një i moshuar i huaj. A i njihni këtë fshat mirë? Pyeti Dritani. Po, sigurisht, tha njëri nga të rinjtë. Kemi jetuar këtu gjithë jetën. Kam jetuar edhe unë dikur këtu, para luftës. Kam lindur këtu. Të rinjtë e vështruar me kuriozitet, por pa shumë interes. Ah, mirë, tha njëri prej tyre. Ka shumë që po kthehen tani. Mirë se ktheve. Dhe aq, biseda u mbyll. Të rinjtë vazhduan bisedën e tyre dhe Dritani ecti mëtej. Ai e kuptoi atëherë një të vërtet të dhimbshme. Ai mund të ishte lindur këtu, mund të kishte kaluar fëmijërinë këtu, mund të kishte rrënjë këtu, por për brezin e ri ai nuk ishte më pjesë e këtij vendi. Ishte një shkuar që kishte ardhur për të vizituar, jo për të qenë pjesë të tashme së fshatit. Muaji maj arriti dhe Dritani kishte qenë në Kosovë për mbi një muaj. Kishte ndodhur shumë, kishte gjetur Shkelzenin, kishte gjetur Tezezojën, kishte gjetur bujarin në Gjermani, kishte vizituar varrin e prindërve të tij. Kishte përjetuar momente të gëzimit dhe momente të dhimbjes të thellë. Por tani sa u sili në apartamentin e tij në Prishtinë një mbrëmje maje, duke shikuar diellin që po perëndonte mbi qytet, Dritani ndjeu se kishte ardhur koha të reflektojë. Kishte ardhur koha të pyeste veten, çfarë kam gjetur vërtet këtu? A jam në shtëpi? A jam atje ku i përkes? Pyetjet ishin të vështira dhe përgjigjet nuk ishin të lehta. Kishte gjetur lidhje me të kaluarën, por të kaluara nuk ishte e tashme. Fshati ku kishte lindur ishte ndryshuar. Shtëpia ku kishte jetuar nuk ekzistonte më. Shumë nga ata që kishte njohur ishin vdekur ose shpërndar në përmbar botën, dhe ata që jetonin këtu tani, brezat e rinj, nuk i njihnin fare. Për ta, Dritani ishte thjesht një plak i huaj që kishte ardhur nga Norvegjia, dikush që pretendonte se kishte jetuar dikur këtu, por që nuk kishte asnjë lidhje të dukshme me të tashmen e fshatit. Kjo e dhimbte, por njëkohësisht Dritani e kuptoi se kjo ishte realiteti. Jeta vazhdon, brezat ndryshojnë, vendet ndryshojnë. Nuk mund të kthesh pas në të kaluarën. Ajo ekziston vetëm në kujtesë. Por a do të thoshte kjo se udhëtimi i tij ishte i kot? A do të thoshte kjo se nuk kishte gjetur asgjë? Jo, absolutisht jo. Sepse ajo që Dritani kishte gjetur nuk ishte thjesht një vend fizik. Ajo që kishte gjetur ishte diçka më e thellë, një kuptim i identitetit të tij, një pajtim me të kaluarën e tij, një pranoj se jeta nuk është lineare, se shtëpia nuk është domosdoshmërisht një vend fizik, por një ndjenjë që mund të ekzistojë në shumë vende njëkohësisht. Ai kishte jetuar në Norvegji për 26 vjet. Ati kishte familjen e tij, fëmijët e tij, mbesat e tij. Ajo ishte shtëpia e tij, në një kuptim real, praktik. Por Kosova ishte gjithashtu shtëpia e tij, jo në kuptimin fizik, por në kuptimin shpirtëror. Këtu kishin jetuar prindrit e tij, gjyshrit e tij, stërgjyshrit e tij. Këtu kishte kaluar fëmijërinë, këtu kishte mësuar të flasë shqip, të ngrënë ushqimin tradicional, të dëgjoj këngët e vjetra. Këtu ishin rënjet e tij, edhe nëse degët e tij tani rriten diku tjetër. Dhe ajo ishte mirë. Ishte e mundur të kesh 2 shtëpi, të jesh pjesë e 2 botëve, të përkasësh në 2 vende njëkohësisht. Dritani mori fletoren e tij të vjetër, atë që kishte sjell nga Norvegjia.
hapi në një faqe të bardhë dhe filloi të shkruante. Sot, në fund të majit 2025, pas mbi një muaji në Kosovë, e kuptoj më në fund se çfarë kam kërkuar. Nuk kam kërkuar një vend fizik, kam kërkuar paqe me veten time. Kam kërkuar të kuptoj se kush jam vërtet, një njeri që ka jetuar në 2 botë, që ka 2 shtëpi, që ka 2 identitete që nuk janë në konflikt, por që plotësojnë njëri tjetrin. Jam shqiptar dhe jam norvegjez, jam nga Kosova dhe jam nga Osla, jam një refugjat që u largua dhe jam një kthyes që erdhi mbrapsht. Të gjitha këto janë të vërteta dhe të gjitha janë pjesë e meje. Udhëtimi im këtu ka qenë i dhimbshëm, por ka qenë gjithashtu shërues. Kam gjetur gjurmë të së kaluarës, kam gjetur pjesë të familjes, kam gjetur përgjigje për pyetje që më kanë munduar për vite. Por më e rëndësishmja, kam gjetur vetë pranimin. Kam pranuar se nuk mund të rikthehem në të kaluarën, se nuk mund ta gjeja të fshat që ekziston në kujtimet e mia, por mund ta çoja të fshat me vete, në zemër, në kujtesë, në shpirt. Dhe ajo është mjaft. Një ditë në fillim të qershorit, Dritani ishte duke shëtuar në bulevardin Nën Tereza në Prishtinë. Ishte një ditë e bukur verore, dielli shkëlqente, njerëzit shihnin të lumtur dhe relaksuar në kafenet që mbushnin trotuaret. Dritani kishte vendosur të blinte disa libra në një librari që kishte parë ditët e mëparshme, ndërsa po ecte drejt librarisë, papritur dikush e thirri. Dritani, u kthye. Ishte një burr rreth të 50-tave, me veshje moderne me syze dielli. Dritani nuk e njihte. Burri ju afrua me një buzëqeshje. Dritani, a më njeh? Dritani e vështroi me vëmendje. Ishte diçka e njohur në fytyrën e tij, në mënyrën se si ecte, por nuk mund ta vendoste. Më fal sa, por nuk po të kujtoj. Burri qeshi. Nuk më habit, janë kaluar shumë vjet. Unë jam Luani. Luani nga shkolla, ishim në të njëjtin klas. Kujtesa i ktheu papritur Dritanit. Luani, sigurisht, kishin qenë miq të afërt në shkollë, luanin futboll së bashku, shkonim në shkollë së bashku çdo ditë. Luani, thiri Dritani, duke e përqafuar. Zoti, sa vjet, çfarë bën këtu? Ata ulën në një kafene afër dhe filluan të bisedonin. Luani i tregoi historinë e tij. Ishte mbijetuar luftën, por kishte emigruar në Zvicër në vitin 2000. Aty kishte studiuar, kishte gjetur punë, kishte u bërë biznesmen i suksesshëm. Tani jetonte mes Zvicrës dhe Kosovës, kalonte gjysmën e vitit në secilin vend. Dhe ti? Pyeti Luani. Të mendova se kishe vdekur gjatë luftës, askush nuk dinte asgjë për ty. Dritani i tregoi historinë e tij, Norvegjin, jetën atje, vendimin për të kthyer. Luani dëgjoi me interes të madh. E kuptoj plotësisht, tha Luani, edhe unë kam ndier të njëjtën gjë, atë dëshirë të kthehesh, të pash nga vjen, të kuptosh identitetin. Është diçka që të gjithë ne që kemi ikur e ndjejnë në një moment të jetës. Ata biseduan për orë të tëra, për fëmijërinë e tyre, për shkollën, për miqtë e vjetër, për ndryshimet që kishin ndodhur. Ishte një bisedë që ishte njëkohësisht e gjëruese dhe melankolike. Në fund, Luani i tha, Dritani, të them një gjë. Unë po organizoj një takim të miqve të vjetër nga shkolla. Ka një grup prej nesh që kemi mbijetuar dhe që jemi ende në kontakt. Po organizojmë një takim javën e ardhshme, këtu në Prishtinë. Do të vish? Dritani e ndjeu zemrën që po ngrohej. Sigurisht, do të doja shumë. Javën tjetër, Dritani shkoi në takimin që Luani kishte organizuar. Ishte në një restorant të bukur në periferi të Prishtinës, me një obor të madh me pemë dhe tavolina të vegjël. Kur arriti gjeti rreth 10 persona, burra dhe gra të moshës së tij, të gjithë miq të vjetër nga shkolla. Disa prej tyre i njihte menjëherë, të tjerët duhej t'i fronte veten disa herë para se t'i kujtonte. Por kur filloi takimi, ishte sikur koha të kishte ndalur. Ata ulën, hëngrën, pinë dhe mbi të gjitha kujtuan. Kujtuan për ditët e fëmijërisë, për mësuesit e vjetër, për lojrat që luanin, për shaka që bënin. Kujtuan për jetën para lustës, një jetë e thjeshtë, por e lumtur. Dhe pasaj, biseduan për luftën, për atë që kishin përjetuar, për mënyrën se si jetat e tyre kishin ndryshuar përgjithmonë, për njerëzit që kishin humbur. Ishte një bisedë e rëndë, por gjithashtu shëruese. Për herë të parë, Dritani ndjeu se po fliste me njerëz që e kuptonin vërtet, që kishin kaluar në për të njëjtat gjëra, që mbanin të njëjtat plag, që kishin të njëjtat pyetje.
Në fund të mbrëmjes, ndërsa po ndaheshin, Luani tha: "Dritani, ti nuk je I vetmi që ka ndjerë se nuk të njeh askush. Të gjithë ne e kemi ndjerë këtë. Por e di çfarë? Ne të njohim, ne kujtojmë, ne jemi dëshmitarë e ekzistencës tënde, e asaj që ke qenë dhe asaj që je bërë." Ato fjalë e prekën thellë Dritanin. E kuptoi atëherë se identiteti nuk është vetëm për vendet ku jeton ose për njerëzit që të njohin çdo ditë. Identiteti është gjithashtu për lidhjet që mban, për kujtimet që ndan, për njerëzit që të kujtojnë, edhe nëse janë të shpërndara në mbar botën. Në mesin e qershorit, Bujar erdhi në Kosovë për një javë. Kishte organizuar pushimet në punë dhe kishte fluturuar nga Stuttgart drejt Prishtinës për të takuar vëllaun që nuk e kishte parë për 26 vjet. Dritani shkoi në aeroport ta priste. Kur pa Bujarin duke dal nga porta e mbërritjes, zemra ju shtang. Bujari ishte tani një burr I moshuar, flokët e finjur, fytyra e rrudosur, por syt ende të gjallë dhe plot ngrohtësi. Ata vrapuan drejt njëri tjetrit dhe u përqafuan për një kohë që dukej e pafundme. Të dy qanin pa turp, pa u kujdesur për njerëzit që kalonin përreth tyre. Ishte momenti që të dy kishin ndërruar për shumë vite. "Vëlla im", I përshpëriti Bujar në vesh Dritanit, "më mungove aq shumë." "Edhe ti më mungove", tha Dritani, "çdo ditë." Javën që pasoi ishte një nga më të bukurat e jetës së Dritanit. Ai dhe Bujar kaluan çdo ditë së bashku, vizituan Prishtinën, shkuan në fshat dhe vizituan varrin e prindërve, takuan Shkëlzenin dhe Tezezojën, shkuan në lokale ku hëngrën ushqim tradicional dhe pinë raki duke kujtuar të kaluarën. Një ditë, ndërsa po ulen në oborrin e shtëpisë së Shkëlzenit, duke pirë kafe turke dhe duke parë diellin që po perëndonte mbi malet, Bujar tha: "Dritani, më thuaj diçka. A I gjete atë që po kërkone këtu?" Dritani mendoi për një moment. "Po, dhe jo. Nuk gjeta atë që mendoja se do të gjenja. Njerëzit, vendin, jetën që kujtoja. Por gjeta diçka më të vlefshme, një kuptim të vetes, një pajtim me të kaluarën, një pranim se jeta është komplekse dhe se identiteti nuk është I thjeshtë." Bujari binte kokën. "E kuptoj. Edhe unë kam ndjerë të njëjtën gjë. Kur shkova për herë të parë në Gjermani, mendoja se do të kisha gjithmonë atë ndjesi të huajt, se nuk do të ndihesha kurrë në shtëpi. Por me kalimin e kohës, e kuptova se mund të kesh më shumë se një shtëpi. Gjermania është shtëpia ime tani, aty jetojnë fëmijët e mi, aty kam ndërtuar jetën. Por Kosova do të jetë gjithmonë shtëpia ime gjithashtu, në një mënyrë të ndryshme, më shpirtërore." Ato shtendruan në heshtje për një kohë, duke shijuar qetësinë e mbrëmjes dhe praninë e njëri tjetrit. "Ti mendon se do të qëndrosh këtu?" pyeti Bujari. Dritani shkundi kokën. "Jo, përgjithmonë. Kam një jetë në Norvegji. Luizën, fëmijët e mi, mbesen. Ajo është familja ime, ajo është e tashmja ime. Por do të vi rregullisht dhe do të mbaj kontaktin me të gjithë këtu, me ty, me Shkëlzenin, me Zojën, me Luanin. Lidhjet që kam krijuar nuk do të priten më." Bujari buzëqeshi. "Ajo është e mençur. Jemi me fat, Dritani. Jemi mbijetuar, kemi ndërtuar jetë të reja, kemi gjetur njëri tjetrin përsëri. Shumë nuk kishin këtë shans." Në korrik, Dritani kishte qenë në Kosovë për 3 muaj. Kishte përjetuar shumë, kishte mësuar shumë, kishte gjetur shumë, por ndjeu gjithashtu se kohës po vinte përfundimi I kësaj faze të udhëtimit. Kishte filluar t'i mungonte Luiza, zëri I saj, prania e saj, buzëqeshja e saj. Edhe pse flisnin çdo ditë nëpërmjet video thirrjeve, nuk ishte e njëjta gjë. Donte ta mbante përsëri, të flinte pranë saj, të hëngren mëngjesin me së. Kishte filluar gjithashtu t'i mungonin fëmijët e tij, Arta me energjinë e saj pozitive dhe Behari me humorin e tij. Dhe mbi të gjitha, I mungonte Elira, mbesa e tij e vogël që po rritej aq shpejt. Një ditë, ndërsa po bisedonte me Rexhepin në parkun e tyre të zakonshëm, Dritani I tha Rexhepit: "Mendoj se është koha të kthehem në Norvegji." Rexhepi binte kokën. "E kuptoj birë. Ke gjetur atë që po kërkone këtu. Tani është koha të kthehesh tek familja jote." "Po, por nuk do të jetë një largim përfundimtar. Do të vi rregullisht, çdo vit, dhe do të mbaj kontaktin me të gjithë këtu." "Ajo është gjëja e drejtë për të bërë", tha Rexhepi. "Ti ke 2 shtëpi tani, Dritani, dhe ke fat që mund të jetosh në të dyja." Ditët e fundit në Prishtinë ishin intensive. Dritani vizitoi të gjithë njerëzit që kishte njohur: Shkëlzenin, Tezezojën, Luanin dhe miqtë e tjerë nga takimi. Vizitoi edhe një herë fshat,
dhe qëndroi para varrit të prindërve të tij, duke u premtuar se do të kthehej çdo vit. Në datën 20 e qershorit, Dritani mori avionin për në Oslo. Kur avioni u ngrit, ai shikoi nga dritarja dhe pa Prishtinën që largohej poshtë. Ndjeu një melankoli, por jo dhimbje, sepse e dinte se do të kthehej. Kur Dritani arriti në aeroportin e Gardermoen, Luiza, Arta, Behari dhe Elira ishin atje për ta pritur. Takimi ishte emocional, për qafime, puthje, lot të gëzimit. Mirë se u ktheve baba, tha Arta duke e përqafuar fort. Na mungove shumë. Edhe mua më munguat, tha Dritani duke i përqafuar të gjithë, çdo ditë. Në rrugë drejt shtëpisë, Dritani u tregoi për udhëtimin e tij, për njerëzit që kishte gjetur, për vendet që kishte vizituar, për kujtimet që kishin rijetuar. Ata dëgjonin me interes të madh dhe bënin pyetje. Kur arritën në apartament, Dritani ndjeu një ngrohtësi të veçantë. Ky ishte shtëpia e tij gjithashtu, vendi ku kishte jetuar për 26 vjet, ku kishte rritur fëmijët, ku kishte ndërtuar një jetë. Kosova ishte një pjesë e tij, por edhe Osla ishte. Ditët që pasuan ishin plot biseda. Dritani u tregoi për gjithçka, për Shkëlzenin, për Tezezojën, për Bujarin, për Luanin. Shfaqën foto që kishte bërë, video që kishte xhiruar. Familja e tij dëgjoi me kënaqësi, e lumtur se ai më në fund kishte gjetur paqen që po kërkonte. Një mbrëmje, ndërsa po ulën së bashku në sallon, Arta tha: "Baba, e di që kemi qenë skeptik në fillim për këtë udhëtim, por tani shoh se sa i rëndësishëm ishte për ty. Duket i qetësuar, më i lumtur." Dritani buzëqeshi: "Po, jam. Kam gjetur përgjigje për pyetje që më kanë munduar për vite, dhe kam kuptuar se nuk duhet të zgjedh mes dy botëve. Mund të jem pjesë të dyjave." Behari shtoi: "Dhe ne jemi krenar për ty, baba. Duhet guxim për të bërë atë që bëre, për t'u kthyer, për t'u përballuar me të kaluarën, për të kërkuar rrënjët. Jo të gjithë mund ta bëjnë këtë." Muajt që pasuan, Dritani filloi të vendosej përsëri në rutinën e tij në Oslo. Por kishte diçka të ndryshme tani. Nuk ndjehej më i ndarë, i coptuar mes dy botësh. Ndjehej i tërë, i plot. Kishte integruar të dyja pjesët e identitetit të tij, shqiptarin dhe norvegjezin, refugjatin dhe kthyesin, të kaluarën dhe të tashmen. Filloi gjithashtu të shkruante një libër kujtimesh për udhëtimin e tij, për luftën, për emigrimin, për kthimin. Donte se brezat e ardhshëm, fëmijët e tij, mbesët e tij dhe gjithë ata që do të vinin pas, të dinin historinë e tij, të kuptonin nga vinin, të respektonin rrënjët e tyre. Ishte prilli i vitit 2024. Dritani ishte përsëri në avion, duke u kthyer në Kosovë për vizitën e tij të dytë. Kësaj radhe, Luiza vinte me të. Ajo kishte vendosur se donte të shihte vendin nga i cili vinte burri i saj, të takonte njerëzit që ai kishte gjetur, të kuptonte më mirë atë pjesë të jetës së tij. Një mbrëmje, ndërsa po ulën së bashku në oborrin e shtëpisë së Shkëlzenit, duke parë yjet që shkëlqenin në qiellin e qartë të Kosovës, Luiza i tha Dritanit: "Faleminderit që më solle këtu. Tani e kuptoj më mirë se kush je dhe dua edhe më shumë." Dritani e puthi në ball. "Faleminderit që më kuptove, që më lejove të bëj këtë udhëtim, që më mbështetët gjithmonë." Ndërsa viti kaloi, Dritani vazhdoi të shkruante librin e tij. E përfundoi në fund të vitit 2024 dhe u botua në fillim të vitit 2025. Titulli ishte "Dy shtëpi, një zemër, një udhëtim i një refugjati që u kthye." Libri u prit mirë. Shumë njerëz, refugjat, emigrant, kthyes, e lexuan dhe u identifikuan me historinë e tij. Dritari filloi të merrte mesazhe nga njerëz të ndryshëm, që i thonin se libri i tij u kishte ndihmuar të kuptonin identitetin e tyre të komplekst, të pranonin se mund të kenë më shumë se një shtëpi. Me kalimin e viteve, Dritani vazhdoi të udhëtonte mes Norvegjisë dhe Kosovës. Kalonte gjysmën e verës në Prishtinë, vizitonte rregullisht fshat të tij, mbante kontakt të afërt me Bujarin, Shkëlzenin, Zojën dhe miqtë e tjerë. Në vitin 2025, Arta dhe familja e saj vendosën të vinin për një verë në Kosovë. Elira, që tani ishte 8 vjeçe, u maqeros nga historia e gjyshit të saj dhe filloi të mësonte më shumë shqip. Dritani ishte i lumtur, kishte arritur atë që donte,
të lidhte brezat, të ruante kujtimet, të siguronte se identiteti shqiptar do të vazhdonte në familjen e tij, edhe nëse jetonin në Norvegji. Në vjeshtën e vitit 2030, Dritani mbushi 60 vjet, organizoi një fest të madhe në Prishtinë, ku ftoi të gjithë, familjen nga Norvegjia, bujarin nga Gjermania, shkëlzenin, Zojën, Luanin dhe shumë të tjerë që kishte njohur gjatë udhëtimit të tij. Ishte një fest plot gëzim, muzikë, valle, ushqim tradicional. Por gjithashtu, ishte një fest plot kuptim, një fest që shënonte jo vetëm një ditëlindje, por edhe një udhëtim që kishte ndryshuar jetën e Dritanit dhe të shumë njerëzve përreth tij. Në fund të festës, Dritani u ngrit dhe bëri një fjalim të shkurtër. Miq të dashur, familje e dashur, faleminderit që jeni këtu sot. Faleminderit që keni qenë pjesë e udhëtimit tim, e kërkimit tim, e jetës time. 5 vjet më parë, erdha në Kosovë duke kërkuar diçka që mendoja se e kisha humbur. Mendoja se do gjejnja një vend, një shtëpi, njerëz që më njihnin. Por ajo që gjeta ishte shumë e thellë. Gjeta një kuptim të identitetit tim. Gjeta paqe me të kaluarën. Gjeta forcë për të jetuar në të tashmen. Gjeta shpresë për të ardhmen. Mësova se mund të kesh 2 shtëpi pa u ndjeri coptuar. Mësova se identiteti nuk është diçka fikse, por diçka fluide dhe komplekse. Mësova se kujtimi është një mënyrë e të jetuarit me të vdekurit dhe me të kaluarën. Mbi të gjitha, mësova se lidhjet mes njerëzve janë më të forta se distanca, se koha, se ndryshimet. Lidhjet që kemi krijuar këtu, mes familjes, mes miqve, mes brezave, janë ato që japin kuptim jetës sonë. Faleminderit që më keni ndihmuar të mësoj këto mësime. Faleminderit që keni qenë këtu për mua. Dhe faleminderit që do të vazhdoni të jeni, sepse udhëtimi nuk ka përfunduar. Udhëtimi vazhdon, çdo ditë, me çdo frymëmarrje, me çdo hap të ri. Të gjithë duart trokiten, shumë qanë, dhe në atë moment, Dritani ndjeu se më në fund, pas 26 vite shpërndarjeje dhe kërkimi, ai ishte në shtëpi. Jo në një vend fizik, por në një ndjenjë shpirtërore të përkatësisë, dashurisë dhe pranimit. Dhe ajo ishte e gjitha që kishte nevojë. Faleminderit që e lexuat historinë e Dritanit deri në fund. Nëse u prekët nga kjo histori, nëse keni përjetuar diçka të ngjashme, ose nëse njihni dikë që ka kaluar nëpër një udhëtim të ngjashëm, ju lutem ndani kujtimet tuaja në komente. Dua t'i dëgjoj historitë tuaja. Gjithashtu, nëse ju pëlqeu kjo histori, ju lutem shtypni like dhe ndajeni me miqtë tuaj që mund të përfitojnë duke e dëgjuar. Dhe mos harroni të pajtoheni në kanal për më shumë histori të ngjashme, emocionale dhe frymëzuese. Faleminderit përsëri dhe shihemi në historinë e ardhshme.